të konstituar kuvendit që sipas gjithë shpjegimeve nuk është konstituar asnjëherë. Po, natyrisht e përbashkëta e kësaj situate edhe veprimeve të vitit që shkoi është kriza politike. Dhe kemi thënë që në krye të herës përfshirë dhe diskutimet që i kemi pas në këtë studio që ky në fakt do të jetë testi i parë serioz i kësaj legjislature. Kësaj të dhjetës. Kësaj të dhjetës, për çka në fakt dështoi ta përmbush këtë detyrim kushtetues, për faktin se siç dihet dhe siç është thënë thënë nga jurist dhe jo vetëm, që aneni 86 paragrafi 2 i Kushtetutës ka qenë dhe vazhdon të jetë i qartë në drejtim të përmbushjes së detyrimit kushtetues nga ana e Kuvendit e Republikës së Kosovës për ta zgjedhur presidentin ose presidenten e re jo më vonë se 30 ditë para përfundimit të mandatit të zonjës Osmani, gjë e cila natyrisht siç dihet ka dështu për ta përmbushur këtë detyrim. Mirë, po ç'është e vërteta, dispozita kushtetuese në rastin konkret është e heshtur tutje për sa i përket pasojave në mos përmbushjen e këtij detyrimi kushtetues, për faktin se me rastin Por kur thoni e heshtur i bie që vendi mos shkojë në zgjedhje me përfundimin e afatit. Tash ose kur parashet pasoja. Mbetet të vlerësohet dhe të konstatohet një gjë e tillë nga ana e gjykatës kushtetuese, por vlen të theksohet fakti që në referencë të nenit 82 dhe 86 të Kushtetutës, sa i përket dështimit të Kuvendit për ta zgjedhur presidentin e ri, janë dy situata në të cilat dështimi i tyre nga ana e Kuvendit e çon me automatizëm vendin në zgjedhje. E para është çështja në rast se i nështrohet procesi të votimit së paku dy kandidatë cilët i plotësojnë kriteret formale dhe nuk arrin me marrë numrin e mjaftueshëm përkatësisht të nevojshëm të votave në dy raundet e para, dy të tretat përkatësisht 80 sort dhe në raundin e tretë së paku 61, si dhe në rast se procedurat nuk arrin me u përfundu suksesshëm në momentin nga fillimi 60 ditë. Ndërsa ky, siç e thash, rasti nuk është që përcaktohet në kushtetutë, i mbetet gjykatës kushtetuese për ta vlerësuar dhe për të ardhur deri tek një verdikt dhe kam përshtypjen që sa i përket komplet ciklit të themelimit të institucioneve përfshir Kuvendin, qeverinë, por tash edhe presidentin, hë për hë do të jetë besoj rrethana ose aspekti i fundit me të cilën si rezultat i dështimit të skenës politike i duhet gjykatës kushtetuese për të dhënë përgjigje dhe të përmbyllet, le të thosh, ai cikli i themelimit të institucioneve në përgjithësi. Kjo ekskluzivisht si rezultat i dështimit të klasës politike për t'i përmbushur detyrimet e saj kushtetuese në raport me themelimin e institucioneve dhe zgjedhjen e tyre, sepse siç dihet, vendet me demokraci parlamentare, përkatësisht Kuvendi në rastin ton, i ka të trija funksionet krahas atij zgjedhor, mbikëqyrës dhe kontrollues. Për dallim prej asaj që kontrollues thuajse ka dështu shumë më herët, po shkon edhe drejt dështimit të përmbushjes së njërit prej elementeve kryesore siç është ai zgjedhor, sepse edhe vitin e kaluar kishim bukur të lashe, mirë po sfida po jetë akoma për faktin se siç dihet nevojiten së paku 80 deputet për ta mbështetur, për të qëndruar në sallë si dhe për të marrë pjesë në proces të votimit, për të konsideruar procesi kushtetues dhe i ligjshëm. Avokati dha interpretimin e tij, po themi në gjykimin e tij edhe për aq sa